Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar me zhgënjim dhe kritika të ashpra ndaj veprimeve të Fatmir Limajt, duke akuzuar atë se i ka dhënë një goditje të dhimbshme përpjekjes për krijimin e një qeverie opozitare në Kosovë. Në një deklaratë publike, Haradinaj vlerësoi se veprimet e Limajt nuk ishin në përputhje me angazhimin opozitar dhe e shpreh një devijim nga ajo që ishte diskutuar brenda radhëve opozitare për një front të përbashkët kundër qeverisë Kurti. Është e dhimbshme që mundësisë për një qeveri opozitare ju dha një goditje pikërisht nga Limaj ishte shumë jo në rregull, deklaroi Haradinaj duke nënkuptuar se veprimet e liderit të nismës socialdemokrate kanë sabotuar përpjekjet për rrëzimin e qeverisë aktuale dhe krijimin e një alternative të re për vendin. Sipas Haradinajt, Limaj ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me kryeministrin Albin Kurti, një fakt që sipas tij ngër dyshime serioze mbi qëndrimin real të Limajt ndaj pozitës. Ne thojmë, shija veprat dhe jo fjalët, hetohet se ai është në komunikim të vazhdueshëm me zotin Kurti, pra ka ndodhur disa takime, tha Haradinaj, duke sugjeruar se veprimet e Limajt janë në kontradikt me pozicionin opozitar që ai pretendon se mban. Ky zhvillim vjen në një kohë kur skena politike në Kosovë është karakterizuar nga tensione të larta ndërmjet mazhorancës dhe opozitës. Partitë opozitare kanë qenë në diskutime për të bashkuar forcat dhe për ta sfiduar hapur qeverinë e drejtuar nga lëvizja vetëvendosje, por sipas Haradinajt, veprimet e fundit të Limajt kanë krijuar pengesa serioze për bashkëpunim mes tyre. Haradinaj nuk dha detaje konkrete për natyrën e takimeve të supozuara ndërmjet Limajt dhe Kurtit, por la të kuptohet se ka prova të mjaftueshme që e dëshmojnë këtë lidhje. Ai theksoi se këto lëvizje prishin besimin e ndërsjellët dhe vështirësojnë mundësinë e ndërtimit të një aleance të sinqertë opozitare që mund të sfidojë qeverinë aktuale në kuvend. Reagimi i Haradinajt ka nxitur debat të gjerë në opinionin publik dhe brenda spektrit politik, me disa që kërkojnë më shumë transparencë për lëvizjet dhe marrëveshjet e mundshme ndërmjet partive politike, ndërkohë nga ana e tij Fatmir Limaj nuk ka bërë ende ndonjë reagim zyrtar në lidhje me akuzat e Haradinajt. AAK, sa kaq, ka qenë një nga zërat më të forta në opozit, shpesh duke kritikuar qasjen e qeverisë në fusha kyçe si ekonomia, dialogu me Serbinë dhe menaxhimi i institucioneve shtetërore. Në këtë kontekst, Haradinaj duket i vendosur që të vazhdojë përpjekjet për një bashkim më të gjerë opozitar, por veprimet e fundit sipas tij rrezikojnë seriozisht këtë mundësi. Pas seancës në Kuvendin e Kosovës, deputeti i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj është pyetur nga gazetarët për mungesën e komunikimit me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Gjatë zhvillimit të seancës, Limaj tha se megjithëse nuk u pan duke folur në sallën e Kuvendit, ai dhe Haradinaj ka komunikuar jashtë saj. Ja, po kemi fol në bufe, u përgjigj shkurt Limaj duke shtuar se nuk ka asgjë për të pajtuar mes tyre. S'kemi pse, çka kemi pas, tha ai kur u pyet nëse është arritur ndonjë pajtim mes tij dhe Haradinajt. Deklaratat e Limajt vijnë pas kritikave të ashpra nga kreu i AAK-s, Ramush Haradinaj, i cili pas zgjedhjeve të nënshkurtit u shpreh zhgënjur me qëndrimin e nismës. Haradinaj tha se vendimi i nismës për të mbështetur pushtetin përbën një ndarje të turpshme nga Aleanca, duke lënë të kuptohet se veprimi i saj karshi Kurtit ka dëmtuar përpjekjet për krijimin e një shumice të re opozitare në Kuvendin e Kosovës. Sipas Haradinajt, mungesa e bashkëpunimit dhe komunikimit me Fatmir Limajn e ka bërë të vështirë koordinimin mes partive opozitare, duke dobësuar pozicionin e tyre përballë qeverisë. Këto deklarata i bëri pas regjistrimit për seancën e Kuvendit të datës 15 prill. S'kam komunikim nga intervista e fundit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë pra krijimi i shumicës nga opozita vetveteu. Pozicionimi i tij hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, ka qenë i parakohshëm. Edhe nëse nisma dhe Limaj mbështeshin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne, po është një ndarje mjaft e turpshme për shkak se kemi kërkuar votë për ndryshim. Edhe sjellja e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. A vini traftuar? Pasur kontakt? Ju lutem, ne në praktik, pra asnjëherë s'kemi penguar konstituimin e Kuvendit, edhe këtë nuk e bojmë ndarash nga opozita, pra ky është princip, ju sikur se e dini, janë votuar edhe nën kryetarët e komuniteteve të gjithë, asnjëherë s'ka pas pengesa, edhe nuk besoj që do të pozicionohem kundër konstituimit të Kuvendit. Nuk e dim cili do të jetë emri, kush do të jetë.
Ju tregova se është një ndarje e turpshme për shkak se kemi shku në gjithë vendin, kemi kërku votë për ndryshim, edhe me u sjell në mënyrë të tillë beshani nuk është në rregull. Keni kushte qoftë për opozitën, qoftë edhe për vendosin e bashkëpunimit, apo edhe për partitë opozitore? Vendosin kemi vetëm një kërkesë, ata me dalë në opozitë, për opozitën asnjë kusht. Çfarë bashkëpunon bisedimet me partitë e tjera opozitore? A mendoni që mundi me I bë 60 vota në rast se të shton vetëm? Po tani nëse ndahet Elimaj është më vështirë. Po ne do të vazhdojmë për shkak se edhe me votat e nismes ende nuk ka një shumicë të vendosur, do të vazhdojmë pra krijimin e shumicës. A e votoni kryetarin e kuvendit edhe nëse LDK-ja dhe PDK-ja nuk e bëjnë një gjë të tillë? Ja, nuk ndahemi nga opozita asnjëherë. Pra do të jemi bashkë me opozitën në parim, pra asnjëherë s'kem qenë kundër konstituimit të kuvendit, mendoj që është interes edhe i opozitës, por gjithsesi do të votojmë bashkërisht.